Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në takimin e kaluar të ndëruar vëllezër kemi marrë një thënie pak të zgjatur të Ibn Qayyimit rahimullah, lidhur me një çështje shumë të rëndësishme dhe shumë të nevojshme për ta kuptuar drejt si duhet. Ibn Qayyim ka përmend një ajet apo dy ajete ka përmend dhe pastaj ka bërë një koment praktik të këtyre ajeteve, e që këto ajete flasin për rrugën e njerëzve të devijuar, për rrugën e të ligëve, për rrugën e keqbërësve. Dhe ka përmend se Allahu te barekuta në Kur'an në detaje ka sqaruar rrugën e të mirëve dhe në detaje ka sqaruar rrugën e të këqijve. Pastaj edhe ka përmend tëra detajzime, ku Allahu ka përmendur në detaje përfundimin e këtyre dhe përfundimin e këtyre. Ka përmendur edhe përkrahas të këtyre, përkrahas të këtyre e kështu me radhë. Gjë që ka dashur me tregu me këtë Ibn Qayyim rahimullah, se njohja e të keqes në detaje është objektiv shariatike, një sikur që është edhe njohja e të mirës. Mirë, po këtu tash ka mundësi me lindë disa keqkuptime, veçanërisht te kategoritë atje që kemi fol të njerëzve në raport me këtë çështje. Ku Ibn Qayyim rahimullah ka përmend se ka kategori që i ka njoh këto në detaje që është duhet dhe këta janë më të kompletuarit, më të maturit, më të arsyeshmit e kështu me radhë. Disa domthon e njohin të keqen në detaje, po nuk e njohin të mirën. Pastaj ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah se këta si domthon sillen jetën e kësaj bote. Ka përmendur një kategori nga mesi besimtarëve ku ka njerëz që e njohin të mirën në detaje, e të keqen të përgjithshme, edhe thonë nuk kemi nevojë me ditë të keqen, na mjafton neve hajri. Edhe këtu Ibn Qayyim ka një koment, atë kemi sqaruar se domthon çka nuk kupton kjo dhe si duhet me kuptu çështën e këtij grupi besimtarësh. Është normal dikush që as të din hajrin, as nuk e din sherrin, kjo është kategori që nuk na hin punë me fol për ta. Të ndërroza si plotësimi ato që kemi thënë, mendoj që janë anekse domosdoshme që duhet më shtu këtij shërimi për më ndoshta mu pletu disa zbrastira që kanë mundësi me kombrana asoj ligjërate. Çështja e parë është se është e vërtetë se njohja e sherrit e të keqes është objektiv sikurse njohja e hajrit, në kuptim të synimit. Po në kuptim të pozitës, hajri është esenca, ndërsa sherri është mjeti. Sherri është përjashtimi. Besimtari nuk duhet njëjtë mund të rësu për hajrin si për sherrin. Jo. Hajri e sherri po e mira e keqja, do bësh më dëmshme, çudo që ta përkthejmë. Prandaj esenca është esenca që kërkohet nga ne është me ditë imanin. Esenca që kërkohet nga ne është me ditë adhurimin. Esenca që kërkohet nga ne është me ditë punën e mirë. Esenca që kërkohet nga ne është me ditë rrugën e njerëzve të mirë. Çka është esenca? E pse me ditë keqen? Për shkak se e keqja e fuqizon bindjen të mirën. Njëri kur e din të keqen e kupton se e bukur është e mira. Pastaj gjithashtu e keqja është mjet, domethënë, për me mbrojt mirën. Nga se nëse ne të keqen, ki mundësi me rreziku të mirën, nuk di me mbrojt, nuk di me rujt. Sa më tepër e ruan të keqen, sa më tepër një të keqen, ti realisht e ruan të mirën. Pra nga kjo aspekt është e kërkuar me njoft të keqen. Jo të keqen si të keqen me njoft, apo tash ekspert të keqes, jo apo. Po e keqja në shërbim të hajrit apo, gjithmonë, në çdo kuptim apo. Një çështje tjetër tash duhet me pësu këtu është se nëse esenca është hajri dhe domthonë sherri është anësorja, është mjeti për të keqen, atëra domthonë edhe krejt hajri na s'është kërkuar me ditë. A është kërkuar domthonë krejt çka ka hajr me ditë? Jo, s'mundesh edhe me dashur apo, se ka shumë në kuptim të vërtetës, krejt të vërtetën kompleksuar me ditë. Po ti ki me ditë nga e vërteta sot ty të përket. Domthonë në kuptim të besimit, çështjet obligative që ti si mëson të mësu, kuptim të adhurimit, çështjet obligative që ti dush më të më marr. Pastaj çështjet caktuara që kanë bëjmë me ty si individ, me ty si pjesë e shoqërisë, pjesë e kohës që ti jeton këtu më radh. Pa për atë sa kërkohet me njoft ti hajrin, për aq kërkohet me njoft sherrin i cili mbron çet hajrin, me kuptimin që e kam.
Se ka njerë dikush me njohë shenjtë ashtë edhe futet dilemave, lexon tema të caktuara kështu me radhë që lidhen nuk kanë me atë çështën që pranon fillim. Nuk shërben mu çaj sherr si mjet me rujt harin, po ka mundësi me e rreziku harin atë. Në momentin kur sherri e rrezikon harin, njohja e tij tani nuk është objektiv më. Se ndërsa asaj që sheriati më kërku me njoft sherrin si rrezik potencial i harit. Jo kështu apo. Po kërkohet për vetëdijsim, për suqelsi, kërkohet për me mbrojt harin, që se ka më herët. Me ti ki për obligim me njoft nga sherri, për aq sa, domethënë, për aq sa ka të bëjë me mbrojtjen e harit. Si për shembull, një njeri i cili se harami është sherr, apo halali është hajr. Kjo është ndarja apo. E tash, nëse për shembull ki më marr me biznes, apo. Tash, ti duhet me ditë cila është domthon pjesa e halalit ku ti ki me u sill mbrana asaj apo. Dhe mbrana kësaj, cilat janë haramat që e rrezikojnë që të halalin ton. Tash, këto ato për shembull çështjet e kaptinës së shiderës në shariat, se kjo obligimi mësuhet i krejt, sa është çështje e madhe, ka detaje, ka të thelluma. Po për pjesën tonë që to harame bëjnë çit pjesë, që to mësojnë apo. Për shembull, nëse njëri ka një veprimtari caktuar, çaja veprimtari për shembull rrezikohet nga çeto të këqija. Çato duhet me ditë apo. Tjerat s'ka nevojë me ditë. Që kjo është terim shumë i rëndësishëm këtu se kanë dikush që tash duhet me ditë sherrin e detajet e historikut një apo. Po çaj sa ki nevojë ti me njoft, edhe me mbrojt, edhe me rujt, edhe me zhvillu hajrin që është i kërkuar për te. Për shembull, çish e morëm edhe të puna, të çështja për shembull e besimit. Të çështja e besimit ka shumë çështje që e rrezikojnë besimin. Cila është ajo pjesë e sherrit që duhet na me njoft për me mbrojt hajrin? Çdo dilema që kohës tonë, çdo probleme që kohës tonë që rrezikojnë besimin ton. Tash ka dilema në histori që çfarë kanë thonë njerëz ose fraksione ose grupacione, asë kjo obligim të me ditë. Çfarë sherr se keni vetë me ditë. Për shembull, sherrin të me ditë na kush janë karramieta. Dini kush janë karramiet, dini apo. Çfarë më dinë që janë karramieta apo. Ka fraksion, ka shku, ka pas prezent histori islame, ka pas domthon fort caktuar me ka bësh zarar sa dush ka bë, apo mirë po kanë perënduar ata. Ose për shembull edhe Mu'tazilet apo kanë mendimet Mu'tazilet ato. Po si fraksioni organizuar nuk ekziston më apo. Ai ka shkuar në histori. Po ka individ që ende domthon shërben me mendimet e Mu'tazileve apo. Bona për si fraksion, si grupacion i ka shkuar. Tash çka kemi ditë për shembull Kosovë për Mu'tazilet. Është interesante kjo punë. Ti kemi ditë për ta vetë sa mendimet e tyre mund me qarkullën në mesin ton, e që ato mendime dhe ato konstatimet e tyre në besim, ka mundësi me rreziku besimin ton si Ahlus Sunne wal Jamaa. Ose për shembull merri Rafidat, për shembull apo. Ata janë fraksioni devijum janë sherr. Mirë, por nëse ti për shembull do më jemi një komplet, po nëse do të bëhet ti ekspert me diskutu me ta, po mi po sa për vete, çfarë do të më një nga sherri tyre, çaq sa e garanton mbrojtjen e besimit ton, nga i cili ka mundësi marr sherri tyre. Për sherri këtu ka mundësi marr, ka ehli bejti, ka të punë caktuar. Çato duhet më vendos ti mbrojtës që çfarë sherr me rujt apo. Çka është ajo që kemi thonë me rujt me pas sherr apo. Se jo tash mos gjenuem më pas, kjo tani një hajde është se mëson komplet, jo sherrën apo. Çka është mesatarja, që mes ignorimit total edhe mes zgjerimit të pakufi, në njohjen e të keq se sherrë dilema. Nuk bën njëri më hap zemrën sherrit pa nevojë. Po e hap kur sigurohet që hajri është aktiv. Do të hajri kom aktiv tash i mësoj të sene që realisht mbrona me to. Gjithashtu një sen që do të kuptoj këto të ndërlozën është se kum thon ta kemi kaluar me që dësha detajizim është se në rrugtimin ton për me mësu hajrin, edhe në rrugtimin ton për mësu sherrin, duhet gjithë me pas mbikëqyrës në këtë proces. Jo vetë. Jo për shembull, unë tash mendoj që çdo nuk din ti këtë punë. Njerëzit rëndom nuk i din. Pra çysh mësohet hajri me mbikëqyrës autoritativ, edhe sherri mësohet me mbikëqyrës autoritativ. Jo vetë. Për shkak se me hyn tash në të detin e pafund të internetit, të mendimeve, sqarimeve këtu më radh, ka mundësi fatkeqësisht që sherri tani ka mundësi që përmbyset e duket që është hajra. Ma këtu ka një keq kuptim, njerëzit do të më di sherrin, tani hin vetë. Duhet me ditë sa i apo, po të më di me dikan. Me di me dikan që don din diku me çu, din çka me don e kështu me radh. Prandaj kjo është gjithashtu e rëndësishme me pas parasysh në këtë aspekt që ka të bëjë me çështjen e sherrit.
Qëtu po më kujton për mendin që kanë mundësi me qenë plotësuese të takimit kaluar, pak ndoshta më të detajzuara, edhe ndoshta shërime të nevojshme që plotësojnë kaq shumë ato që kemi thënë në takimin e kaluar. Pyetja që është bërë ka të bëjë me fëmijët, domthonë qysh që po në kështu pse me pas kështu me kohë. Do sa do të fëmia tani të keqen, pa i u ndezur kurrësh ndaj saj. Pyetje shumë e rëndësishme. Edhe shumë e nevojshme, edhe ka nevojë të jetë plotësim i rëndësishëm i temës që kemi marrë deri më tani. Për shkak se qysh ki nevojë ti për veti, këtë proces duhet me ditë edhe me barë tek fëmia jot, tek familja jot në kuptim të edukimit të tyre. Se përket fëmijëve të ndëruar vëllazër, e njëjta vlen për ta. Don qysh ti e formon veten tonë, qysh ti edukon veten tonë, në njëjtin proces kalon fëmijët. Ndoshta jo me të njëjtin intensitet, jo me të njëjtin dozë të harit edhe sirrit, mësimit, por si proces ata do të më kalojnë të hapur. Tash kur bëu fjalë për sherrin, fëmia, domethënë, më së pari do të më kuptoj se fëmiu rrezikohet nga sherrë të ndryshme varet nga faza që kalon. Për shembull, fëmiu që i ka 2 vjet, i ka 3 vjet, a rrezikon ideologjikisht ndonjë sherr? Jo, apëton. Por fizikisht e rrezikon një sherr. Mund më djeg, mund për shembull me mashtru dikush më ia do parë. Ç't kuptim? Ti fillon me eduku që dunjoja ka sherr. A më mëson sherrin që është i përshtatshëm për moshën e tij, edhe i cili sherr e rrezikon ato direkt. Është më urthmin 3 vjet e 4 vjet që djalëm ka tek fira këtu kosa, ai s'e kupton këtë punë apo. Po sherrë kjo është pa kuptim kjo. Aty duhet më kallzu sherrin që aty përkat. A sherri që këtij përkat. Aty përkat më shumë sherri ideologjik apo fizik? Fizik për momentin. Për momentin apo. Për me kuptuar që bota nuk ka veç hajër. Bota nuk ka veç domthonë e mirë, po ka edhe këqij apo. Ka të rrezikshme. Ka punë që mund me djeg apo kada. Çështja e dytë të fëmijës të ndërruar vëllezër është më rëndësishme që prindi domthonë në të gjitha fazat e edukimit të fëmijës duhet me rujt autoritetin. Nga se nëse je autoritet, ai sherrin e mëson prej teje, jo në kuptim të veprimit, po në kuptim të shëmtimit edhe gjykimit. Nëse fëmiu se ka prindin autoritet, atëherë ka mundësi që autoritetet e jashtme që ndikojnë te fëmiu sherrin mja prezantuesi si hajra. Pastaj ti s'ki autoritet me ndalu. Pse është e keq kjo? Pse s'bën këtu më bë? Pse çka ka këtu për shembull. Andaj duhet para se me kalu tek çështja e sherrit më mësu, duhet me rujt autoritetin e fesë më së pari, se feja është autoriteti, edhe ti si prind je autoriteti. Po flas dhe minimum saktuar, para se më shumë filluam pas, ndoshta mundësi me pas edhe autoritete tjera anësore plotësuese të autoritet të prindit apo. Se prindi nuk mund tani të më kon autoritet i pakondësuar të fëmijës. S'mund ta kon. Për shkak se vetë prindi është i kompletuar në çdo drejtë që fëmiu i tij sa të jam gjallë veç mund kimë ngu. S'mund ta. Po flas për shkak se nuk ka dije, ai më kon dietar të tjerë ato, po prindi zakonisht janë mund më kon punëtor, mund më kon tregtar, mund më kon për shkak mjek, më kon çado kuft. Ai ka kapacitet deri në një nivel të autoritet, po mani do të më kon dikush tjetër që e plotson këtë rol në kuptim të vazhdimit të mësimit aso që është hajër që është sherr. Por më rëndësi është autoriteti vëzni. Shumë më rëndësi autoriteti. Se e mira dhe e keqja nuk pranohen përse kur ka autoritet. Nuk pranohen. Njëri nuk pranon që kjo është e mirë përse se ka autoritet. Pse? Pse njëri gjithmonë, domthonë, ka përshtypje që të mirën e të keqen dione pse më mësuti mua apo. Meqenëse fëmiu kur fillon të rrit, fillon me kriju një përshtypje që unë e di vetë çka bën. Unë e di vetë çka më duhet. Pse më ka dhënë ti mua apo më? Shumë edhe në kohën e sotshme zakonisht do fëmiu kur fillon të rrit, edhe fatkeqësisht fryma dominante edhe në shumë vende të na, për shembull, është e tillë që ndikon tek fëmiu për pavarësi. Për shembull, fatkeqësisht në shumë vende, po në institucione vendit ton, për shembull, qoftë arsimore, edukative, kudo qoftë, për shembull, nuk ruhet autoriteti i prindit, po kontestohet autoriteti i prindit. Kjo rrezik. Kjo rrezik për shkak kur sot në për shkollën e thotë fëmijëve që baba mund të pas keq, nuk mund të pas, unë e kuptoj që mos më e shejtnu, por sot për shembull në kuptim prindor, autoriteti i prindit a rrezikon të shejtnohet atë rënohet. Çfarë pjesë po rrezikohet? Rënimi.
Nëse vjen e shkolla edhe tash e fuqizon këtë tendencë për rënim, padyshim që ka më dëmtu shumë autoritetin e prindit. Edhe prindi duhet me rujt tek fëmiu autoritetin e shkollës. Në qenë mësuesi din, ti nuk din, nuk mësuesin. Andaj duhet që edhe mësuesi me e rujt autoritetin e prindit, po edhe prindi me rujt autoritetin e mësuesit. Nëse s'kan këta dy bashkë mes veti, fëmia pastaj merr rrugë tjetër apo. Kështu që rujtja e autoritetit edhe në kuptim të referencës fetare, Allahu ka thonë, pejgamberi ka thonë, autoritet të kjo përmër. Edhe ti autoritet që i nështosh e ti këti autoriteti, që është fjallë Allah të fjallë e pejgamberit alayhi salam. Ma i kjo është më rëndësi të me kuptu të që është e të keqës. Pastaj dalë nga dhe dukurit fëmija, edhe duke ndërmon mostra dhe praktike. Për shambull, fëmiju duke u rrit, për shambull, po flasë adë mosha 6, 7, 8 vjeqare, për shambull. A në këtë mosh, nuk e ka kapacitet me u ballafaqu për shkak me të këqijat ideologjike. Po ka në kuptim të besimit. Por ka mundësi me u ballafaqu me të këqijat që rrezikojnë vlerat. Për shkak mashtrimi, gënjeshtra, apo tradhia, kooperacia, që to rrezikojnë, çdo sherrë. Ai ti fokusohet tek fëmijën çdo sana. Çdo sana ato. Besimin ja jap të përgjithshëm, e mëson namazin si hajr, e i thush, me rrejt musliman nuk rran. Ai që i falet nuk mashtron. Qështu ti jam mëson sherrën, se kjo është sherr, ama ti nuk e bën këtë punë. Ruaj nga mashtruesit, ruaj nga gënjeshtarët, munafikat janë qita, kur flet, gënjen, ti mos u bë munafik në kuptim të përgjithshëm. Qështu shkon dalë duke shtresu hajrin, në kuptim të vlerave që duhet më ditë ai duhet më ditë për shemb vlerën e mëshirës, ai duhet më ditë vlerën e turpit, ai duhet më ditë vlerën e guximit, ai duhet më ditë vlerën e bujarisë, këtu duhet më ditë këtë fëmijë më mësu, që nga vëzhlia më ditë, bujaria është pjesë e pandashme një personaliteti të ndërtuar të një fëmijë në familjen e muslimanit. Me kon bujar, me kon i guximshëm, me kon për shembull bashkëpunues, me kon dashamirës, me kon i mëshirshëm, vlerat tona. E në mbrojtje të këtyre vlerave duhet të përmend disa antivlera, që këtu bindesh me këtu. Që këtu jam mësojmë në shirjen e fëmijëve. Tani fazat e arshme, për shembull, kanë të bëjnë ndoshta më tepër me problemet e fsharake. Ai tash kanë duke ofruar nga adoleshenca, me i tregu për shembull që ngacmimet e tilla janë haram, kujdeset dikush ngacmon ty veçim për çikat për shembull apo, se ka dikush mund e vogël me kohë, po ka mund të sjellë na fal. Për shembull, ku di fëmiu për shembull se ka të bëjë me ngacmim. Ka një tulifare në dunjë apo. Mi përgatit për të situata të caktuara, po pastaj gjithashtu edhe fëmijët mi kallëzu se kjo është haram, kjo nuk bën, veçanërisht çështjet e rrjeteve sociale, etj që mund t'i përmendim më vonë, andaj me përgatit në kuptim ta fshë shkum sherrin kuptim fizik, sherrin kuptim vlerave, sherrin kuptim të epshit apo. Tani kalon tek sherrin kuptim të besimit e ideologjive. Ka ideologji tekfiriste, ka ideologji për shembull tilla, ka këta mund më fol kështu, ki kujdes, kam pengon, se tash ai krem në fakt lloj pavarësie të dëgjimit të material në YouTube, ka mundësi më shit ku nuk duhet, ti e imunizon prakisht që ideologjitë e tilla për shembull nuk pranohen, janë të këqija, janë sherr. Mas pari duke fuqizuar autoritetin e xhallohut si beson ta. Fëmijët ton duhet një gojë që kanë guti. Ose të atil që kanë folët, ose flasin e xhallohut ton. Për shembull, tajde për fëmijë duhet më ngut dikon i cili për shembull është më i ri. Okej, po çaj më i ri që ka ardhur, për shkak se mosha tash normal fëmijë do më ngut dikon më të ri, do më ngut dikon për shembull më anglisht. S'prish punë, po çaj e frym, ai shërben frymën që edhe prindi e ka udhëheq edukimin po. Okej, le të mëson atë. Po nëse çaj njëri për shembull është në shpërputje me frymën që unë kam dashur me eduku fëmin tim, atë duhet më shikoj. Ja unë kam problem me edukimin, e kjo pas ka mirë, ja unë domon e kam mirë, e kjo frymë është gabim atë. Prandaj duhet të fuqizu autoritetin e hoxhës ton tek fëmia yt atë. Që ai më vazhdu traditën e respektit të kuptimeve të caktuara që ti i bindën se në to duhet më rritë dhe më duku fëmijët atë. Do më prap po kthehemi tek çështja e referencës, e rikthejmë në vëmendje referencën për shkak se tash fëmiu në moshën 13, 14, 15 fillon me një pavarësi caktuar intelektuale kanë me ngu. Për shembull, ka mundësi me rrëmbi vëmendjen dikush që kanë, dikush që për shembull bën hajgare, dikush që e ke pa ka stile të llojshme të njerëzve që legjërojnë nëpër rrjetet sociale apo. Tash ka mundësi ai e dëgjon më shumë ka aspekti i humoristik, ka aspekti për shembull artistik, ka aspekti për shembull apo i shembull, sesa ka aspekti përmbajtësor. Natë me rujt aspekti përmbajtësor është esenca, tani kalon tek këtu për rekreacion, për relaks, mund të më ngutësan, ama në esencë në bazë
Për çështje madhore duhet më ngjuq çto autoritetave. Pastaj normal edhe dal ngadalë edhe temat e caktuara me diskutu, po edhe po edhe me autoritetin, për shembull, me tregu që këto janë mendime të gabuara, këto janë mendime të këqija, kjo kështu më radh, mendoj që në çit kuptim, domthon fëmin koja mundsh me e mbrojt nga të këqijat. Gjithashtu interesante ndërkohë që do të më pas parasysh është se në gjithë procesin e edukimit të fëmijëve në raport me të keqen, domthon duhet gjithmonë varësisht nga situata, nga mosha, nga përgatitja, domthon gjithmonë duhet me punun ato që ai më kuptu kush është simboli i sherrit, shejtani. Jo që shejtani tek fëmijë ka diçka absurd, diçka me kon imagjinar, diçka që tutet natën me ndërtësia, jo kështu apo. Jo me kon që kjo është këtë esenca e sherrit. Allahu në Kur'an thotë që kështu duhet më mësu fëmijëve tonë, duhet më ditë na vetë njëra, tani më mësu fëmijëve tonë, më mësu strategjinë e shejtanit, çish punon, çish ka mashtruar, çka ka bën, çka kërkon pineva. Qase kush nuk e njeh shejtanin, probleme ka murrit pineva. Problem është përvoja tash më e madhe. Andaj për shembull, më ka thënë fëmijëve, pim fillim mosha për shembull 3 vjet, 4 vjet, më ka thënë rrëfim për ademin e son. Me aftësi që ai kupton, apo që me kuptu atë gogolin e keq, apo si në film me vizitimore, apo zakonisht 4% janë të këqija, që ata e dinë që kjo është i keqi. Edhe ai me ditë, jo nga filmat vizitimor, për shembull, jo për shembull nga rrjetet sociale apo YouTube dikun çka shikon atje, po me ditë nga rrëfimi direkt se ai gogoli i keqi që bën gjithë keq ai gjithmonë i keq është shejtani atë. E tani sara për shembull ndodhet çka më që kështu shejtani të mëson. E po çështu shejtani bën. E po çështu shejtani han. Apo gjithmonë domon mja gërdit një punë të keqe në bazë të domon shëmtimit që ta ekziston paraprakisht për personalitetin që është realisht masoj të keqe. Edhe duhet më thonë që i mirë është Allahu gjithmonë. Duhet të dyja me pas parasysh të në gjitha faza e edukimit të fëmijëve. Duhet që gjithmonë ai keqi me kon shejtani, gjithmonë i miri që na bën mirë, kujdeset, na ndihmon apo është Allahu te vërtet. Se njëri ka në midi të dyon, apo. E ke pa edhe fatkesin të film vizitimor, këta zëvendësojnë me njerëz të caktuar. Apo ky me mjekër i gat, apo ky babadimni gjithmonë është i mirë, ky bën durata, ky është i mirë. Po ne po të thoj tani ky ka një histori, tani ky ka një përpavi, ne ky çon dikun, nuk ka veç ky veç i durata, apo dhe ky ka një amën, e ka një periardhje, del me një kohë caktuar, tani ka pse koxha lidhet kjo punë apo. Edhe i keq është një tjetër apo që për shembull që to të bën. E na këto personat fiktive që nuk ekzistojnë fare hiç, duhet mi largu nga mendja fëmijëve tonë, më gazu. Realisht apo marrësh çka kush i mirë kush i keq. Ne na kon xhenat, po shejtani ka marrë babën e parë, na ka qit, këtu na spu tash ti e formulon, ka libra alhamdulillah, ka materiale të përshtatshme që mund të moshojmë me to që i shërbejnë fëmijët me kuptu tamam për moshën e tij se kush është Allahu, kush është shejtani e kështu me radhë. Ani kështu ti jam son edhe të keqin atë. Pastaj edhe ka herë të ndërvozur në kuptim të fëmijët, edhe kjo pikë më së harroj, është më rëndësi që disa sherre, domethënë nuk duhet fëmijës me i largu nga distanca. Po duhet domethënë kanë me leju për shembull edhe vetëm me pru se është e keqe. Jo haramin atë. Po çe po fillim pas para po para. E po bromi tekët me prek diçka e tekë. Mosës bën, ai prek kur i di gjirse prek më. Se kanë kanë do sa me di gavet gjisën apo. E ka situata sektor ku ti duhesh më aliu ka pak, një hapësirë caktuar që mos me kon largimi të keqës veç imponim. Po edhe projet ja për shkak. Atë ku më thon kur nuk fol drejt ç'ka ndodh. Atë kur më shef ç'ka ndodh. Për shembull. Po kjo situatë e veçantë tash domon pa dyshim kjo shkon në koordinim me njërin që njeh këtu në është kuptim edukativ, kuptim shariatik, po jo gjithmonë me kon veç teori i sherrjeve. Po kanë se çka i bën sikur se ka thonë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, ai që nuk e njeh sherrën. Njëri për shkak që s'ka kaluar xahiliet, do thënë nuk mund të ditë atë. Pra nuk mund të ditë për shkak ai që s'po me lën fëmijë me kaluar për pothuajse atë. Po për shkak një prind i tjerë që ka kaluar xahiliet, kaluar kuptim gjinis kundër dhe daleve, mabeteve, ku di çka. Fëmiju nuk e din këtë punë apo. Nuk e din tamam ç'i bën këtë punë. Duhet pak edhe më parafru fotografinë e të keqës, çka ndodhet se shosh më shumë se ç'duhet në këto çështje për shembull. E tema tjera që kanë shembull shumë tash që nuk
ka mundësi mi përmend gjitha në këtë kontekst. Prandaj mendoj që çështja e shirit me fëmin mund të zhvillon këto etapa, në këto hapësira, në këtë orientim, me këto lëvizje, me këto kuptime, me imunizu fëmijën ka shit keqës, që kur ballafaqohet me të, me kon imun për shkak se ka marrë mësimet para kapën. Prandaj fëmin e mësojmë hajër, me punu me hajër, edhe duke ja mësuar hajrin, ja mësojmë edhe shirin konkurrent të çatij hajrit në bazë të moshës që ka, në bazë të, domethënë, rreziku që e rrezikon hajrin e tij apo. Çdo që po më kujtohen në kuptim të fëmijët, mendoj që nëse një fotografi pak më kompletuar më u dhon, inshallah, nëse ka diçka para punë me diskutuar si pyetje inshallah në fund të trajtimit tonë. Çështja e dytë po është edhe puna domthon pa u ndezur kurreshtja apo. Kjo pjesa e fundit, pa u ndezur kurreshtja. Të ndërmozë kurreshtja e njeriut është, ç'më thon, e panshme në esencë. Po ajo ndezet për shembull për shkak se një aspekt është më afër se një aspekt tjetër. Nëse fëmiu është mjaftueshëm i përmbushur me hajër, nuk i bën përshtypje e keqja. Nëse është mjaftueshëm e seruar e mira, edhe mjaftueshëm e shëmtuar e keqja, nuk i bën përshtypje e keqja. Apo kupton? Kur më në për shembull e keqja që ngjall kurreshtje, kur i thosh haram kjo s'bën ç'të ndalim. E pse nuk bën? E çka ka? Apo po, këtë ngjall çdo e panjohur ngjall kurreshtje. Madje çdo e ndaluar ngjall kurreshtje. Po jo gjithmonë kështu apo. Nëse njëri për shembull tash na që na elhamdullah të përmbushur deri me namaz, me hajr, me iman, me punë mira apo. Me ta përmendash një haram të madh të keq apo për shembull. Asgjë kurreshtje, atë hyu çapo po keq, jo s'ton kurreshtje. Jo, për shkak se ti e din pasojën, ti e din rrezikun, ti e din kostin e kësaj, prandaj edhe nuk. E nëse fëmin e edukojmë çit aspekt, apo se e keqja ka kosto, dhe kosto e kësaj është në këtë aspekt. Paraprakisht, kurreshtja di më kon ka e mira. Pra kurreshtja ka orientohet si puna e epshit apo. Epshi për shembull jo do mosërmisht kthen karami. Po kur zemra është e dobët, edhe pa përmbushur, edhe jo interesante për epshin, epshi pastaj kush apo interesant punën, apo se ka mundësi zemra me orientu epshin, ka mundësi. A ka mundësi zemra me frenu epshin, ka mundësi. Por kur kjo zemra nuk është e aftë me orientu, nuk është e fuqishme me parandalu, epshi pastaj eskalon në fushat e tjera. Çfarë është kurreshtja? Ose natyrshmëria, që është më e fuqishme se kurreshtja. Natyrshmëria fëmijët në esencë është natyrshmëri mirë. Është mirë, ke pa fëmijët për shembull në filma vizitimore kudo kuft, gjithmonë mendojnë ato të mirën ato. Apo gjithmonë mendojnë ato të shkelmin. Në esencë, e ke pa aty që bozëm çato të fëmia, çato çaj ka çaj minimum, që tregon aspektin dominant të natyrshmërisë. Mirë, po nëse për shembull fëmiu nuk ushqihet çu duhet, nuk kultivohet natyrshmëria çu duhet, fillon që natyrshmëria pastaj me anu ka keq, shumë normale apo. Çfarë është edhe kurreshtja, çfarë është edhe për shembull gjëra natyrshmëria që ka të qoftë nga ato të brendshme që njeriu duhet me i orientu ka duhet apo. Pyetja e dytë që ka ardhur të ndërmjet këtu ka të bëjë me, domethënë, si të ruhemi nga normalizimi i së keqes në një shoqëri ku e keqja shihet çdo ditë. Edhe kjo shumë, a mjafton ndërgimi fizik apo duhet imunitet i brendshëm? Edhe kjo është pyetje shumë e rëndësishme praktike nga jeta e përditshme, që lidhet me këtë çështje mund të them këtë si vjen. E para të ndërmjet kur flasim për të keqen, që edhe fatkeqësisht mundësin e normalizimit, kjo kur ndodh? Kjo ndodh në 3 situata kryesore. Kur rrezikohemi që ta normalizojmë të keqen? Kur? Në 3 situata kryesore. E para, kur, domethënë, hajri tek ne nuk është aktiv mjaftueshëm. Nuk është kërkesë e vazhdueshme e përditshme. Nëse për shembull njëri në baza ditore interesohet për rritjen e imanit. Sot që kumbo, në baza ditore interesohet për plotësimin e cilësisë së namazit, përmirësimit të namazit, dhikrit, rrugës synit, veshit, do të kujdes për hajrin në mënyrë të vazhdueshme, domthon gjithmonë kjo ka më rrit urrëtin për të keqen se në çdo përpjekje për më ngrit, për më përmirësu, kimë pa pengesë të keqen apo. Edhe kimë urrët të keqen. Ama kur nuk ka çështje aktive ndaj hajrit, apo aktivizohet pastaj
ana pasive e shirit aktivizohet, domosdoshmërisht. Edhe pastaj shkon diku normalizohet. Deri në nivel të edhe të tërsimit, përmbysjes. Njerëzit nga normalizimi në raport me të keqen, fillojnë me mënu se çka është e mira, s'ka gale, s'ka diçka, çka është e keqja. Pse? Për shkak se e mira reale nuk ka qenë aktive, nuk ka qenë fuqishëm prezente, nuk ka qenë që e ka përmbush besimtarin. Prandaj Allahu xhallahu ala ke pa të ndërroz në Kur'an. Flet për hajrin që duhet në baza të vazhdueshme na me ushqyer. Dhe pastaj flet për sherrin i cili rrin gati sa lën të zbrat nga hajri ai veç plotësohet aty. Ku e ka pas shejtani shpresën e madhe se ka më ndikuar tek njëri? Tek brendia e njeriu. Kur ka pas ai ka brendi, ka në të më përmbush. E pse shejtani ka pas shpresën të brendia e njeriu? Për shkak se e ka di se ky njeri rresht me diçka duhet më mush. Edhe ky njeri jo gjithmonë aktivisht ka më mush. Edhe në çdo ngecje në aktivitet të mbushjes është mundësi e shejtanit me e plotsu këtë ngecje me mbushje nga ana e tij. Qështu, nëse ai ka mbushje të vazhdueshme, për shembull sikur se ka thonë për që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah për Ibn Taymiyah rahimahullah. Kur e kam dëgjuar Ibn Taymiyah duke thonë, unë që 20 vjet në mënyrë të vazhdueshme jam duke përmirësuar Islamin tim. Ky për shembull dinamik e përmirësimit të Islamit çdo ditë, apo e kufizon hapësirën e të keqes apo. Por nëse ka përmirësim të vazhdueshëm, nëse ka për shembull stagnim, atëherë çfarë Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu ka krijuar rregull natyrë që nuk njes stagnim. Nuk ka natyrë stagnim. Gjithçka është lëvizje. Ja përpara, ja mbrapa. Për shembull imani nuk njes stagnim. Nuk është më thon për shembull ti se un dej këtu në Ramazan që ka shpë lopën. Inshallah Ramazan në ardhshëm tani vazhdoj këtu këmi. S'vazhdon këmeti. Ka stagnim. Pse? Sikur se të puna për shembull biznesit apo. Ai numerikisht e nal shifrën. Ama pastaj sa ka pas mundësi me fitu, sa do me fitu, jo çështet që devalvojnë pasurinë që ka këtu më radh, ato janë humbje. Nuk ka veç humbje numerikisht, po humbja është koncept shumë më gjuhë se aspekti numerik apo. Edhe njëri për shembull, numerikisht ndoshta nuk bjen në kuptim të imanit, po në kuptim të cilësisë, ndikimit, përmirësimit, funksionimit bjen apo. Atë janë humbje. E që kjo është ajo që është besimtar përpara. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Do njeri është në humbje pas aty që ka besu ka bëu punë të mira. Domthon këtu Allah nuk e përmend besimin edhe veprën e mirë si diçka e kaluar dhe stagnuar. Për shembull, këtë është në humbje, ama ti nëse ke besuar njëra edhe ke bëu punë të mira, ti gjithmonë je në rrezik nga humbja. Dhe gjithmonë i shpëton rrezikut në aktivizim të besimit edhe punës mirë. Këtu janë betejë. Për e sa ne interesojmë për imanin ton, funksionimin e imanit ton, me çka ushqet imani jon, frytet e imanit, përshmërit nga imani, e këtu me radhë, realisht e kufizojmë mundin nga për me të përtu e keqe. Edhe në çdo sen që shtot, çdo e keqe që në përshmëri të rrezikon, realisht e ka një konkurrent nga hari. Nëse mirësh me harin, nuk i mundsi, domthon elhamdullah që me dhon hapësirë të madhe edhe sherrit apo. Deri me një masa që njeri mund me konë qaq në i preokupum me harin, sa që jove që nuk depërton sheri, pas nuk e vren sherin apo. Nuk e vren rrezikun, se jo s'po të mos sher, nuk e vren rrezikun apo. Sikur që ka ndodhur me Sufjanin Thauri rahimullah, që ka dalë ditë Bajramit, e ka thënë zonës e tij, sot pas ka dalë shumë gra me hoj Bajram, kanë vallon spash rrapa. Apo ai s'ka punë 1-2, s'ka pa turm, ai ka pas met i na doj për Ramazane u bë kabull mërlla, që u bë me punë të mia, apo vëmendja e tij te kjo punë s'ka pa, ka pas më shumë burra, ka pas më shumë gra, apo kupton? Kjo na dim këtë e përditshme. Kur ta rrëmben fokus në mendjes tonë në problemi i caktuar, shumë sante nuk i shapën. Shumë sante nuk i shapën. Mandaj njerëzit që shtojnë të na populli apo sheh me mend, jo me sy apo. Syt kanë të sheh, po mendja nuk e regjistron pamën. Pse? Pse mendja është angazhuar këtë dikun tjetër apo. Andaj mendja në kurse fokusuar. Nëse është fokusuar te avancimi, te ngritja, apo te shtimi punëve të mira, te përmirësimi punëve të mira, fakti që jeton me një të keq është shumë domthon formale, s'ka ndikim atë. Mandi përkundër komo si jam me koni fuqi, shtesë në përmirësimin e gjendjes sone. Ama nëse na lejojmë që imani me psu plagështi, për shembull, e normalizojmë gjendjen e imanit, normal është çdo me koni muslimani, që normalizim i gjendjes së imanit ka me sjell e normalizimin edhe të raportit me të këqija. Kjo është rregull apo s'di. Sa unë nuk e pranoj një gjendje normale të imanit, po gjithmonë janë në shtim e sipër,
Çaj refuzim i normalizimit të gjendjes me imanin, ka më refuzu edhe normalizim me të keqen. Sa unë e pranoj se e mira është normale, do në situata tona një musliman çka është normal me kon. Çka është normal me kon. E kur e normalizoj një gjendje statike të imanit dhe stagnoj, me automatizëm kjo ka më mundësi që edhe keqja të normalizohet. A kupton rregullin? Çka më rëndësi e parë. E parë, e dyta, domthonë në kuptim praktik, mundohu që sa më pak me pas, për shembull, sa më pak me pas fërkim me të keqen. Sa më pak. Mundohu që edhe se në mes të keq duke jetuar apo mos për shembull të ndërlozëm. Nëse për shembull njëri shikimin haram apo diku normalizohet apo diku normalizohet. Pse? Pse nëse frekuenton gjithmonë vende, ku ky shikim gjithmonë është i rrezikum diku normalizohet. Ama ato vende se ke obligim gjithmonë me shku. Ti mos ke problemin në punë, okay, deri në çikaç, pas punës, pse shkon në vende ku për shembull e shkon prap edhe e provokon situatën për normalizim apo. Don, mundohu që me kon sa më pak prezant në vende edhe sa më pak me vrej çat keqe që ti je prezant apo. Nganjëherë për shembull dikush mund të kon vende ku ka rrezik apo. Edhe faktorizimi i çatij rreziku është tendencë për normalizim. E kuptuat? Për shembull apo. Ajo është me një vend, okay, mund me punu punën tonë, problem më bo, do të herë boft, apo shumë bo fesat, shumë bo fitne, ka posirë, pëse po flet për këtë shërë ka shumë bo? Çka të kryjnë punë kjo? Çka të kryjnë kjo punë? No, faktorizimi i shirit vjen para dy gjendje, o me ik pitina, me izolu, kjo është e pamundshme, o me pranuar si gjendje faktike dhe mund normalizu. S'ka tjetër ato. Qysh e kanë përmendur tek fakri, te më kaimë rëmëdhaj që e ka përmendur, apo se ka njerëz që për shembull nga dashnia për dunja e shohin shumë. Kur dikon dunja s'den, s'ka kur di se e don shumë. Po nga pamundësia me arrit apo më përmend shpesh ato. Po përmend kontekst negativ që mos më keq kuptu. Që pedu shumë. Andyshe jep me kallzu që apo pa një që flet shpesh apo ju mbu kështu ju ndosh të po dalin kështu piu duket kjo, kështu. Ti valla pa i qyti pa pas dashni për këtë punë nuk i shek këto sana. Po. Fal shpreh ndoshta e banalizoj po për situata që na ndodhin ato. Prandaj ti ki mundsi me shku në punë, po ka përzimje, po ka mundsi për shkakun nga 100% shi me vrej çdo detaj, me vrej për shkakun 50%, me vrej 30%, minimizoje vrejtjen ndaj sherrit, edhe pse në mes të rrezikut apo. Minimizoje apo. Ose ku do ku. Andaj këtu dy sanë që para. Edhe kur je prezant në mesin ku të rrezikon diçka, minimizoje faktorizimin edhe pamjen e këtij, duke u angazhuar me diçka, edhe tjetra kur je në situata kur nuk ke nevojë me kon pjesa që thoj pse e rrezikoj veten tonë. Po flas dikush që e ka rrezik potencial, prandaj çka e para e kuptoj që se ka çka e dyta është goxha e rëndësishme, domthonë në largimin nga normalizimi i një të keqe. Gjithashtu edhe një çështje më e rëndësishme të largimit të keq është ndërvozur se kene nevojë domethënë me erujt distancën mes nesh edhe të keqes me dije. Kush e ruan këtë distancë? Dija. Prandaj në esencë duhesh me kriju distancë mes te edhe të keqes. Me pas distancë, edhe fizike, po edhe mendore. Jo është fizike. Se dikush është në distancë nga keqja, po me ti ka në mes të keqes sot. Në mes në rrezikut. Na flasim për largim të mendjes para se të largohet aspekti fizik. E çka nuk kupton kjo? Që për shembull, çai sherr që të rrezikon më shpesh, ma shumë e lezu për to. Ma shpesh me rikutu vetën tonë. Apo? Për këtë haram. Që me ushqy vetën gjithmonë me shëmtim, sare tenton nefsi për normalizim. I konkuron. Na për shembull, i dim dhe të këshia, po i dim shumë njërë të përgjithshme. Apo edhe ato detaje që i dim i këna mësu njëre, po nuk imi taf me i ripërsrit detajet e një të keqe. Mësaj? Që kjo është që e ceka edhe fillim e kumë cekë në desë në kalumë. Detajzimi për me njoftë keqen është që ky rishikimi i vazhdueshëm që e mon zemrën aktive në shëmtueshmëri ka të keqes apo. Unë kam mundësi për shkak me lezu për një të keqe në të kaluamën, kam marrë pjesë në seminar, në ders, hoxha ka kallëzu, e di që është keq. Po kjo dije shkon duke u zbëdë ngadalë. Te unë pastaj jetë veç kujtes është e keqe, është haram. Po sa, pse, çysh shkon duke u zbëdë. E nuk bën me liu zbehjen e shëmtueshmërisë, nga se zbehja e shëmtueshmërisë hap rrugë për normalizim. Kjo është normale apo? Për shkak Allah ka folur për shejtanin shumë Kur'an që mos me liu kur mos zbeh armiqësi për to. Kur?
Me qenë gjithmonë armiqësi aktive, jo armiqësi pasive. Keni pa çdo faqe e Kuranit të për shejtanin Allah. Madje çdo fillim i leximit të Kuranit është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Çfarë kuptimi ka kjo? Por që saj, me pas gjithmonë aktive armiqësinë. Armiqësi deri në ditë fundit të dunjas apo. Edhe gjithmonë potencialisht e shtume, kur e zbehur dhe kur e dobësuar apo. Ama kjo çka nuk kupton? Gjithmonë pas lexim për këtë punë. Ku pas koha për shembull, para se më shkon punë, nëse ki problem për shembull me një të keqen punë, pas më do të rrugë ki problem të keqen caktum, 10 minuta 15, kushtaj kësaj pune. Lexo për këtë çështje. Kujtoj vetes tonë, është e keq, është shëmtuar. Ne kemi nevojë për çështje biseda me vetë monologje që realisht e rikthejnë në vëmendje shëmtimin e të keqes, rrezikun për harin e kështu me radhë. Çka nëse bin këtë keq, atë çka ndodh? Më kthem mbrapa, a investimi jam për namaz, shkon ku shkon, për dhikr, për këtë me radhë. Dhe keni nevojë për monolog të brendshëm për me pas gjithmonë aktiv të keqen në kuptim të shëmtueshmërisë. Gjithashtu edhe ajo që na ndihmon mos me u normalizu e keqja është edhe ajo që Allah thotë kur wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Domthon me bëu dert me vllazni, po jo në nivel të faktorizimit, jo banalizim, apo çdo mohabet jo mbos, po me bashkëpunu me vetë, qysh për shembull, më ndërru nga keqja, me rit distancën, me hek këtë keqje, për shembull, ndoshta me kriju për shembull alternativa ku kjo keqje është më pak apo, më pak. Për shembull, nëse sot je punëtor në një vend ku realisht je në midisë ku rrezikosh, apo hajde flasim vazhdimisht çysh më avancua dhe të krijojmë në ambientet tona të pavarura, ku mundun na me diktu tash tempon e punës tonë edhe me kriju ambientin ton ku kena me punë. A është kjo një bashkëpunim po? Pse me kon gjithë të varën për një punë e caktuar me ku ai ta cakton, me kon kimë konzyre, me kon kimë najt, kur kimë dal, pse gjithmonë me kon kështu? Pse me kon të varën? Pse ne nuk krijojmë ambientin tonë të pavarura, ku natën aty është e imponojmë ambientin tonë që i shërben të mirës edhe e lufton të keqen. Prandaj edhe një lloj normalizimi me gjendjen tonë si grad e olt realisht ka me detru ty për me e normalizu të keqen. Për shkak se ki me pa vetëm si i dop me ndërru diçka. Unë jam shef, unë jam drejtar. Po bani vëllai. Se s'bon apo. S'pam që to mund më bë. Po dikush për mëson mund më bëj cili i merr një dhëtë tjetër që tash ai ka thonë që më bëj. Ai tjetri bën. Pa ngrituni, avanconi në dije, në trajnime të caktuara kështu më radh ku vet lloboni biznese, vet bëni vende të punës, vet bëni edhe shkolla. Apo ku mundem aty pastaj ndoshta mbrana rregulloreve, ligjeve që na garantojnë, ndoshta me imponu një frym pak më pozitive, pak më të favorshme për fëmijët tonë që e kultivojmë harin edhe e minimizojmë shirën. Pa e që luftë e vazhdueshme nuk lëmë normalizu, se ti përpjekje të vazhdueshme për me e eliminu të keqen apo. Edhe vetë edhe kolektivisht me ata që mendojnë njerëzit për çat të keq apo. Gjithashtu të ndërvazër për asaj që na ndihmon mos më normalizu me të keqen është edhe leximi i përvojat njerëzve në raport me çat keq apo. Për shembull, Allahu xhalla wala e ka përmendur surën Yusuf. Sura Yusuf, pse një sure komplet, edhe e rrëfim i kompletu me një vend i pashpërndom veç me një vend, për shkak se vetë për një problem shumë serioz. Është një ngacmim, një provokim që i ka ndodhur, është një haset që i ka ndodhur, një keqje nga vëllezërit e tij, e kështu me radhë. Leximi i surës Yusuf apo e jep zemrës optimizëm, jep inkurajim se e mundshme është. Sikur se ka thënë Ibn Taymi rahimahullah, domthonë Yusufi alayhis salam i ka pas domthonë të gjitha rrethonat rënduese që e kanë vështirësuar domthonë fjalën jo. Dhe i ka pas të gjitha rrethonat lehtësuese me thon po. Edhe i ka numëruar 13 deri në 15. Ibn Taymi rahimahullah përmend pastaj edhe ai në detajzuar, do pse mas vështirin dunjë për këtë punë ka pasur Yusufi alayhis salam. Rron dunjë i bëkia dikujt. Do të as kujt nuk e bëkia që gjithë ato rrethona mund mbledhën një njeri atë. Gjithë ato rrethona mbledhën një njeri. Por un ka mundsi një rrethon mbledhet 2-3, po 5-6 se kia atë. Nuk janë çasi pozicion. Krejt rrethonat e mundshme me thon po i ka pasur Yusufi alayhis salam. Krejt problemet për me thon një i ka pas nga vetë Yusufi alayhis salam. Është një kurim. Për shembull, lexon për Ejubin alayhis salam. Ti smush e ke problem, apo mendimi i keq për Allahun sherr,
Po si Jubi, kur mos provohet Allah. Që të Allah ka sjellë shembull pejgamber që na inkurajojnë, ta mbajnë në vëmendje gjithmonë, domthon betejën kundër të keqësve. Edhe gjithashtu ajo që mund të pranë këto që nuk lejnë me u normalizu, nga se normalizimi çka nën kupton të ndërvozë. Normalizimi është hap drejt të tërësimit. E të tërësimi është hap drejt rrështimit. Apo normalizimi edhe të tërësimi dhe rrështimi. Nëse e normalizit keqen, ka me u të tërësu tonë, nuk ka me konë më e shëmtuar, po ka me fillu me qene e arsyetuar, mas pari. Ka njerëz që nuk e bënin të keqen me njerë, po domthon mas pari zbehet shëmtueshmëria, zbehet urrëtia, e shtohet kush? Arsyeshmëria. Sa i e keqe, po njerëz sot Allah s'kan çka më bën, ti duhet më kuptuat, apo fillon arsyetimi. Ky arsyetim është tregues se jeni në proces të normalizimit, apo? Edhe tani mas arsyetimit vi edhe normalizimi, pastaj pranimi, pastaj veprimi e kështu me radhë. Kur e din besimtarë se normalizimi është vetëm një prag drejt përshkallëzimit të situatës për të keq, e ruan veten ku para të pragu i parë. Se din se vjen të ka hyrë në shtegun e ndjekjes së hapave të shejtanit. Në mbrojt. Kur shëvën ku ka marr ato situata është alarm. Nëse çtu ka marr, alarmohu para normalizimit. Nëse na presim me u normalizu pas normalizimit është situata vështirë. Andaj sot shumë për shembull shumë xhamatlitë na vllazër muta kurse qoftë apo domthon aktivizohen alarmet për të keqen shumë vonë. Shpesh alarmi aktivizohet mbasi që ka rënë të keqen. Pse çam bona, çe kurash, Allahu na fal, sa i po ky alarm ku do të më dhëz, tek fillim atje. Pse s'e ke dhëz alarmin apo? Për shkak se domthon thjeshtësimi i sanave s'ka gale. Jo më çfarën këto, që ky thjeshtësim na ka bu edhe më hap dera për normalizim. Pra ai duhet punë më po të ndonëse. Mi po të më, janë çka kjo bre, a çka bën kjo? Për shembull të ndërozë, nëse një njeri për shembull, nëse një njeri e bën të madhe shumë thotë, çysh bë, po çysh më mëson gjumin më rrallë. Po jo bas bëmë mëson gjumin mu, për namaz natë për shembull. Apo. Që njeri për shembull iksa po? Po jo, mos bëj ora. Ai ta bën kiamet na filëm, nëse jo forcë apo. Nëse se bën kiamet vitrin, apo mësh, tash kiameti vjen ku? Në prag të forcës apo. Aty më veç edhe pak tani as në fakt s'ka kiamet mos, iksa bo, bari inshallah normal njerëz jemi iksa bo, që shtojnë s'ka dal tani mo, e ndron takvimin e sabat, pe 5 e fal 9 apo. Çka është rrjedha normale? Kur këtë s'u ndryshon. Kjo rrjedhë normale e deformimit të besimtarit edhe normalizimit të keq apo. Andaj dhëzi alarmat herët. Shikoj ku ka dhënë alarmin Ibrahimit son për shirkun apo. Apo ku ka dhënë alarmin? Herët e ka dhënë shumë apo. Edhe ka thonë Ibrahim Neha i djetar tërë, o men jemen badil khalil. Kush ka mundësi me kuni sigurt, apo, mas Ibrahimit azam se bjen shirk. Për shembull, ku është në cilën pjesë të shirkut është i ndezur alarmi që me bëvëq më afru shparthan nga bërtima. Cilën pjesë? Kjo në e ti ku i kjepë. A mirë me shirkun të eqas, mirë me shirkun të eqas. Një faku, Sejti më sejtë, thot i kom taku 70 sahabe. Krejt pa përashtim, drueshin, dridheshin nga një fakov. Parmena, të ishe 500 bura musliman, as mene se shkan që ka mësime komë në fika. Tani, normal që normalizohet një fakov. Normalizohet rana, se një fakov qka është? So flas një fakt besimit, një fakt veprës. I cili kur flet, ran, kur premton, që tu sene, normalet e muslimanët, me rrejt, kogja normalisht apo me tradhu kogja normalisht me mos me zatu prentim kogja normalisht apo me armicu deri në palc e në shkatërrim kogja po normalizohet apo pa një mesele që spajtohet pa një që nuk pajtohet apo të shkatërrojmë të pengojmë të kufizojmë ç'kjo një fakt apo për shkak se alarmat në fikun apo edhe më që normalizohet pastaj edhe rana normalizohet e mashtrimi edhe shumë tjera prandaj dhëzi alarmat shumë herët atje apo që nëse veç afrohesh apo tingulli i alarmit të shordhan, nuk lën me koni për gjumër, po të gjën nga gjumi në raport me ato që është e keq. Kjo është shumë rëndësishme ndër edhe me veten edhe me fëmijët. Ka prind që alarmin për fëmijë ka te burgu, që atje aktivizohet alarmi. Kur është që më bor çaf, s'm ka shku mendja po ç'a ndodhi, ç'a tër mirë to, kur ka marr drogë ose ka rom,
Ja Allah ti, çfarë ku ka pru pejgamberi alarmin për namazin e vëllazërim? Çfarë ka pru? Allimu auladekum as-sala, muru auladekum bis-sala. Urdhani 7 vjet. 7 vjeç i bjen që kur i ka pas 5 ti e ke mësuar namazin. Apo, se s'mo është pa mësu kur fati janë rukun sejën, 7 çu falo. Çai bjen kjo falo. I bjen, nuk ka shtënë çetër. Kjo i bjen që kur ka pas 4 vjet e ke mësuar namazin, kata. I ka mësuar xhamin, namazin me xhamat, 4 vjeçar. E tema e namazit, më bëu e rëndësishme për fëmijën 4 vjeçar, të cilët i bëhet obligim 4 vjeçar, 10 vjet alarm është i ndezur përpara se më bëu farz. Ai që i dhez alarmet 10 vjet përpara. Po mund shpëtoni apo kur vjen koha dhe nuk mundet. Sa ai non stop është në alarm, non stop është në presion, tension për punë të këqija apo që më largu, për punë të mira që më zbatuam. Që është punë të tjera apo. Ai që e normalizon shikimin, buzëqeshjen, takimin, është tjera ka çtojnë alarmet. Çita alarme ka bo. Pse ka urnu grun më mbulu? Për shkak se me alarmu më herët apo se ja bësh mbrojtje për ta. Pastaj përzimin me gra, pastaj komunikimin me këti ka rregulluar këtë punë që alarmet herët më udhëz para se më bë edhe më ardhi të më keqëm. Ai duhet herët me alarmet për jetë dhe për fëmijët tanë, për familjen tonë kështu më radh. Jo më lëm punë me askaluar me shkutën në fund, pastaj valla çka u bë shumë. Automatikisht po mati apo. Belenia prej dietarë mendimtarë, sa dietarë mendimtarë të vëndshëm, ai flet për çështën e kenarisë të umetit të mërë. Edhe çu duhet me dal nga kjo poshtërsi, nënçmim, për ulje që umeti gati është të përjetuar. Atë ky fillon, ky fillon po flas mendim tip, thonë që një diku kanë shku me alarma, për me ngjall, për me luftu gjunjëzimin, me luftu domthon vajtimin, ku do të më nisë herë apo? Ku do të më nisë herë? Thot për shembull, nëse fëmia në fillim i fiton me vaj, apo ai e bën standardin e vet apo? Pandaj ka ardhur te ky mendimtar një burr me gru, edhe me e konsultu për fëmijën e tij. Sa i ka 7 muaj, ka vonin e ardhur. Ai që 7 muaj është me vaj të fitu sa në tapën. Ju ja keni kultivu vajin si mjet të arritjes së qëllimit. Tash fëmia në që ka me kajt, apo po ai përmend domosht që duhet me eduku fëmijën që ti më i dhon si ai meritor, e ti si shërbys, apo para se ai me fitu këtë me vajin e tij. Se vaji dikur bëhet pastaj çka? Mjet Kogja efikas me fitu se në dunjo. Në hala që është me vaj fitojmë. Tu kaj, tu anku, fitojmë se në tonë atën. Po jo tu punuat, tu angazhuat, tu marë iniciativa para prakave. Dëmon që sa herët kjo dhe alarmin për jetën që fëmiu, ku që shkëmena që fëmija 3 muajsh, ka mundësi për shambull, me kriju një fallej, me thonë, personaliteti që me vaj unë i fitojmë. Edhe ka mundësi që shtot do të. Se fëmiu duke t'i vogël për t'i fëmi, po ta informon sa shumë herët apo. Kështu që alarmet më ndez shumë herët me lenin Allah xhallahu ala je shumë më i mbrojtur dhe më i sigurt. Edhe normalisht për mbyllje e kësaj me shumë pika tjera, po çdo që më kujtojnë me përmend është duaja normal. Me lutë Allahun azh xhel që Allahu xhallahu ala me ta bëj dashun imanin edhe me ta bëj të urrëtun kufrin. Se Allah ka pranuar Kur'an. Do njerëzve Allahu ja ka bukshën. Habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kur Allahu flet për begatitë që u ka besimtarëve, ka thot fadlan min Allahi wa rahma. Kjo është mirësi nga Allahu dhe mëshirë. Që Allahu ja ka bëu dashur imanin, ja ka bëu dashur punë të mira, edhe i ka zbukuruar me iman, wa karaha, wa ka bëu të urrëtur juve mosbesimin, kundërshtimin, mëkatimin, e ka bëu të urrëtur. E këtë Allah e përmend në kuadër të përmes së begative. Lutë Allah me të begatu, që ka begatu këta besimtarë, të cilët e dojnë mirën edhe urrin të keqen. Nëse tek fundi këtë sebepet na më i marr, në fund është Allah që ka më gjykuar për këtë çështje. Andaj ne i marrim sebepet, këtë ato që përmenden nga e para deri te fundit, edhe në fund dorëzohemi para Allahut edhe gjynzohemi me përulje, me nënshtrim, me sinqeritet, me përkushtim të madh, o Allah na mbrojnë nëse nuk na mbronte na bim. Që shka thonë Jusufi asëm i ka marrë sebepet, u largu, për ka thonë, u in lem tasrif anni kejdahunne, asbu i lejhinne, subhanallah. Nëse ti nuk më largu nga këkurt, une bi në te, asbu i lej është, do më une
me kry bin në këtë haram. Që shonë s'ka kush më nalë më apëton. Jusufi e zonë. Në i thuj Allah xhallahu nëse ti e ram në somnal në bio, ti kapëm, ti ma i më apëton. Shpreja Allah të varfënin që e ki për Allahun të bartal, nevojën që e ki që Allah më të mbrojt. Kujtoja këtë temë të iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Se kjo është ajet për çet punë. Kujtoja këtë temë të sirata alladhina an'amta alehim, që janë ata që e kanë ditë halin edhe e kanë luftuar shirrin. Ghayril maghdubi alehim waladdallin, këta janë grupe që kanë dështuar këtë pikë apëton. E sa në Fatihan dikon e dan e dikon nuk e dan. Apo diçka është e bardhë, diçka është e zi. Përmes surës Fatiha, 17 ditë veç farz. Duke lutë Allahun te barta, duke e konfirmuar vazhdimisht se dunjaja ndahet në të mirë edhe në të këqij. Ku je ti edhe çka bën ti në raport me këtë çështje. Kjo vedije e ndezur vazhdimisht ndërvozë kjo çështje me këtu që i përmana, me lenin Allah xhallahu nuk lën normalizimin. Absolutisht s'ka shans me normalizu. Na e urrejmë të keqen, e luftojmë me gjuhën tonë, me dorën tonë, varësisht nga situata, nga kompetencat, mirë po, nuk ka mundësi asnjëherë, domethënë nuk ka mundësi më në nivelin e zemrës. Spaku të urrejtjes apo. Spaku të refuzimit, edhe mos pranimit të kësaj të keqe. Nëse presim kohën e duhur dhe të vëlishme kur kjo keqe ndoshta edhe luftohet me gjuhë, apo nëse luftohet me gjuhë e me zemër, presim edhe kohën e vëlishme kur kjo keqe mund të luftohet edhe me dorë, që të nalet me fuqinë e dorës, që nuk kupton autoritetet të pushtetit, edhe nëse nuk arrim spaku tek Allahu i më të pasur, se kemi pas gjithmonë distancën e kërkuar edhe të pranuar mes nesh edhe asaj që është e keqe. Çka është ajo që ka me këto dy pyetje, me disa detaje të përgjithshme, besoj që inshallah është sqaruar e tema e kaluar, po nëse kam të haloj diçka, vazhdojmë, se sherrri është i madh, por që edhe më fol më shumë për sherrin nuk prish punën. Sa qoftë Allah është shpëlbeft, kaq për këtë pjesë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.